Gjykata speciale nuk është çështje avokati. Shumë vërtet. Gjykata speciale është shteti, mbrojtja e shtetit. Mbrojtja e shtetit nuk ka çmim. Për shtetin u derdh gjaku. Për shtetin kanë luftu që 100 vjet kena luftu me Serbinë. 100 vjet është derdh gjak, është bërë shpërngulje, migrime, tortura, dhunë. Për shtetin nuk ka çmim leku. Për shtetin duhet me dhënë çdo gjë për me mbrojtë shtetin. Sikur se po japin shtetet tjera. Prandaj kemi dhënë 20 milion për avokatët, kemi dhënë 30 milion. E ult pak me. Kjo jo që është e ult, po është ajo ignoranca politike e njerëzve cilët nuk kanë bën asgjë për shtetin. Zotërin Ajit, a janë ignorant ose a janë Ignorant çka politik. pa ditun politika është shenoncat qëllime. Po janë qëllime. Se me thonë, nuk Mbulon tash me- ku përmendoj nuk është mbulon me ignorancën. rastishme, këto këta Lutem. mekanizma që i përmena, Lutem. secili asnjë veprim nuk e bën për mbrojtjen e tyre. Qëllimet mbulohen me ignorancë. Okej. Se qëllimi i një grupacioni mbrana është pikërisht ata që kanë bërë akuza vetë. Janë pro-Jugoslavët. Ata që i kanë hu pozicionet. Ata që nuk e kanë dash më shumë Serbinë se Kosovën. Ata që e kanë dash Serbinë e Jugoslavinë e nuk e kanë dash Shqipërinë asnjëherë. Prandaj, ala është e grupi i gjeneratës. Ose pjesë e tyre janë edhe fëmijët tyre. Që kanë jetu mirë. A janë të veshur me shumë pushtet Ata janë sot, veshur me zotërin Ajit. petkun politik, edhe në këtë petk e përdorin ignorancën dhe qëllimin.